Kryeministri Kristian Miskovski ka njoftuar se qeveria po përgatit një portofol konsumator për energjinë elektrike, i cili duhet të harmonizohet me EVN Home dhe prodhuesin shtetor MV. Ai paralajmëroi se gjatë kësaj ose javës së ardhshme do të mbahet një takim i përbashkët pune me qëllim që qytetarëve të sigurohet një çmim mesatar i energjisë elektrike 5 deri në 10% më i ulët se ai aktual. Këtë javë ose javën tjetër do të kemi takim pune në thelb për mënyrën se si blihet energjia elektrike në treg në rastin e furnizimit universal. Shpërndarësi, do me thonë furnizuesi i energjisë elektrike, EVN Home, publikon një tender në fund të vitit për të gjithë vitin pasardhës. Pra tani përgatisim praktikisht të gjithë treguesit në mënyrë që ata të mund të nxjerrin tenderin në fund të vitit dhe të sigurojnë për vitin e ardhshëm atë që mund të jetë një nga rastet e Ai theksoi se synimi i qeverisë është që deri në fund të vitit mashënia Veriu të për herë të parë të bëhet eksportuese neto energjisë elektrike. Sipas tij, kompania shtetërore MV po konsolidohet dhe pas humbjeve prej 150 milion eurosh të trashëguara nga e kaluara në gjysmën e parë të këtij viti, pritet të regjistrojë fitim prej 6 deri në 7 milion eurosh. Duke folur për projektet e energjisë rinovueshme, Miskovski tha se një pjesë e madhe e tyre tashmë kanë përfunduar, por vlerësoi se në të kaluarën janë realizuar projekte në toka bujqësore me cilësi të lartë. Ai njoftoi se qeveria ka përgatitur ligj që në të ardhmen nuk do të lejojë ndërtimin e projekteve të tilla në tokat e kategorisë së parë deri të katërt për të mbrojtur prodhimin bujqësor.